Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit në SPAK në zbatim të masës së sigurisë. Ai nxori dokumente të reja për të vërtetuar akuzat e tij për antaren e gjykatës së posaçme Irena Gjoka. Vijon përdosja e institucioneve të drejtësisë me njerëz që nuk kanë kriteret ligjore për të qenë magjistrat, sepse janë kriminal ordiner delinkuent. Fytyra e reformës drejtësi dhe kapjes kësaj reforme dhe institucioneve të drejtësisë, ikona e kësaj reforme është Irena Maneku Gjoka Spata. Keni pa me 2 mbiemra, për grua me 5 mbiemra nuk kam pa gjërë sot përveç kësaj. Arben Akipi është drejtor i shkollës magjistraturës. Ndërkohë ka studion e avokatisë. Dhe shkon tani tek nxënësit e tij që mbaroi dhe u pret gjobat, të kam vu kaq, të kam kaluar kaq, të kam bërë këto, të kam bërë ato, dhe ky s'ka akt më të shëmtuar, s'ka dëshmi më flagrante të një drejtësie të konfliktit interesit. Berisha akuzoi prokurorët për moshetimin e përfaqësuesve të lartë të Partisë Socialiste të dalë në përgjigje të aplikacionit Sky. Në të cilat faktohet se Taulan Balla ka bërë pazare për Toyota Yaris për të nxjerrë mjetet e transportit të parave në rastin Toyota Yaris të bandës Elbasanit, dhe këta nuk veprojnë. Ndërsa i pyetur për paraqitjen në SPAK të Lulzim Bashës, Berisha deklaroi prerë se për rastin e 21 janarit, garda zbatoi ligjin dhe nuk pati asnjë urdhër. Se nga viti 2013 deri në vitin 2025, njeriu që ka penguar çdo hetim, të asaj dosje ka vetëm një emër dhe ky është Edi Rama. Kryetari i Partisë Demokratike komentoi edhe hetimet për zëvendës kryeministrën.